një miliarder i dërmuar nga humbja e të birit, viziton varrin e tij çdo javë, derisa një ditë gjen një vajzë të vogël duke qarë para së njëjtës pllak mermeri. Ajo pretendon se është motra e djalit dhe i jep në dorë një fotografi që do të ndryshojë gjithçka. Që në këtë çast, një rrjet sekretesh vdekjeprurëse nis të zbërthehet dhe asgjë nuk do të jetë më si më parë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që do të dëgjoni në jetën tuaj. Mëngjesi i së shtunës në Tiranë zbardhi me atë qiell të hirë tipik vjeshte, kur red duket se mbajnë peshën e të gjitha historive të patreguara të qytetit. Artan Basha parkoi makinën e tij diskrete në hyrje të kopshtit të kujtimeve, një park memorial pranë zonës së liçenit artificial, larg vështrimeve kurioztare që pasuria e tij tërhiqte në mënyrë të pashmangshme. Aty, mes pemëve shekullore dhe shtigjeve me kaldrëm, ndodhej një stol druri i kthyer nga një liçen i vogël artificial ku rosat rrëshisnin butësisht nëpër ujë. Ai ishte vendi i preferuar i Gentit të vogël. Djali i tij 5 vjeçar adhuronte të ushqente rosat, të vraponte nëpër lëndin dhe të mblidhte gjethe me forma të ndryshme. Kishte kaluar saktësisht një vit, 2 muaj e 17 ditë që kur Genti ishte zhdukur. Një vit i tërë kërkimesh të palodhshme, hetimesh që nuk çonin askund, netësh pa gjumë duke parë dhomën e zbrazët, duke pritur të dëgjonte atë të qeshur kristalore që nuk kthehej më. Artani ecte ngadalë nëpër park, duke ndjer peshën e çdo hapi. Në moshën 42 vjeçare, dukej sikur ishte plakur me dekada. Burri që dikur komandonte perandori biznesi me duar të forta, tani mezi arrinte të përqendrohej në mbledhje. Flokët e tij të zinj kishin filluar të zbardheshin në tëmtha dhe rrath të thellë i shënonin fytyrën. Ai arriti te stoli i zakonshëm, ai ku Genti zakonisht ngjitej me atletet e tij me dinosaur për të qenë në lartësinë e syve të atit. U ul ngadalë, sikur lëvizja e vrullshme mund të thyente kujtimet e brishta që ende i mbante gjallë. Mbylli sytë dhe u përpoq të dëgjonte zërin e të birit, por koha ishte mizore me kujtesën. Ndonjëherë ai nuk arrinte më të kujtonte tonin e saktë të atij zëri fëmijëror që thoshte të dua, babi, para se të flinte. Atëherë dëgjoi një të qartë të ulët, të përmbajtur, të atij lloji që vjen nga dikush që ka qarë aq shumë sa nuk ka më forcë të bëjë zhurmë. Artani hapi sytë dhe pa, ulur në tokë pranë stolit, një vajzë rreth 6 vjeçe. Ajo kishte veshur një fustan të thjeshtë, blu të zbehtë, dhe flokët e saj gështenji ishin të lidhur në gërsheta të bëra keq. Në duar mbante një vizatim të zhubravitur dhe të lagur nga lotët. Biznesmeni ndjeu një shtrëngim në zemër. Kishte diçka në atë skenë që e transportoi në një moment tjetër, një dhimbje tjetër. Pastroi fytin butësisht për të mos e trembur. Përshëndetje, vogëlushe. A je mirë? Vajza ngriti fytyrën dhe Artani mbeti i paralizuar për një çast. Ata sy gështenjë, ajo shprehje trishtimi e përzier me shpresë, ajo mënyrë e të rrudhurit të hundës, ndërsa përpiqej të përmbante lotët. Ishte gjithçka kaq familjare. Frikshmërisht familjare. Unë vi këtu çdo ditë, tha vajza me zë të dridhur. Për të qenë afër ti. Artani ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Afër kujt, e dashur? Vajza tregoi me gisht liçenin, rosat, lëndinën. Gentit. Mikut tim më të mirë. Ai më shpëtoi. Bota dukej se ndaloi. Emri i djalit të tij në gojën e asaj fëmije të panjohur bëri që Artanit t'i dridheshin këmbët. Ai ul ngadalë, duke u vendosur në lartësinë e vajzës, duke u përpjekur të kontrollonte emocionin që kërcënonte të shpërthente. Si e njohet i Gentin? Zëri i tij doli më i mbytur se sa do të donte. Vajza fshiu lotët me kurrizin e dorës. Ne luanim këtu çdo ditë. Unë banoj aty afër, tregoi vagullisht në një drejtim, në shtëpinë e tezë Teftës. Ajo më lejon të vi këtu herët në mëngjes. Genti ishte shumë i mirë me mua. Ai thoshte se nuk duhej të kisha frikë nga asgjë, sepse ai do të më mbronte gjithmonë. Artanit ju desh të përmbahej për të mos u rrëzuar aty për aty. Dhe kur ishte hera e fundit që e pe? Ditën që ai u zhduk, u përgjigj vajza dhe zëri i saj u bë edhe më i ulët. Ne po luanim atje poshtë, afër pemëve. Ai më tha një sekret shumë të rëndësishëm. Tha se do t'ia tregonte babit të tij atë natë, por që unë nuk duhej të trishtohesha, sepse së shpejti do të ishim një familje e vërtetë. Fjalët i bën njehon në mendjen e Artanit si një bubullim e largët.
Çfarë sekreti ishte ky? Vajza hezitoi duke parë vizatimin e zhubravitur në duart e saj. Pastaj, ngadalë, ia zgjati letrën Artanit. Ishte një vizatim fëmijëror i bërë me lapsa me ngjyra. 3 figura të kapura për dore, një djalë me flokë të errët, një vajzë më e vogël dhe një grua. Poshtë, me shkronja të shtrembra dhe të paregullta, tipike për një fëmijë që mëson të shkruaj, ishte shkruar: "Babi, kjo është motra ime." Artani e mbajti letrën me duar të dridhura. Vizatimi ishte padyshim idealit të tij. Ai e njihte atë stil, atë mënyrë për t'i bërë sytë shumë të mëdhenj të njerëzit, ato buzëqeshje të egzageruara. Por çfarë do të thoshte kjo? Motra? Genti nuk kishte motra apo vëllezër. Apo kishte? Ti je motra e Gentit, pyeti Artani, duke u përpjekur të përpunonte informacionin e pamundur që po merrte. Ai tha se po, u përgjigj vajza. Tha se zbuloi një sekret të mamas së tij. Që unë isha motra e tij e vërtet, por që askush nuk e dinte. Ai u gëzua shumë kur e zbuloi. Tha se gjithmonë kishte dashur të kishte një motër. Mendja e Artanit filloi të punonte me shpejtësi marramendëse. Ish gruaja e tij, Valbona. Martesa e trazuar. Ndarja e hidhur 2 vjet para zhdukjes së Gentit. Sherret për kujdestarin, sekretet, gënjeshtrat. A ishte e mundur? A kishte fshehur ajo një shtatzëni? Një vajzë? Si quhesh? E pyeti ai butësisht. Era. Era Kodra. Era, kush është mamaja jote? Vajza uli syt. Mamaja ime iku kur isha 4 vjeçe. Ajo u sëmur shumë. Babai im ai më la në spital dhe nuk u kthye më kurrë. Që atëherë unë jetoj me familje të ndryshme. Tani jam me tezë teftën, por ajo thot se nuk mund të më mbaj për gjithmonë. Artani ndjeu një dhimbje të thellë në gjoks. Ai fëmijë kishte humbur kaq shumë, ashtu si ai. Dhe tani ajo ishte aty, duke mbajtur një vizatim të djalit të tij, duke pohuar se ishte motra e Gentit. Duhej të kuptonte se çfarë po ndodhte. Era, a e mban mend emrin e plot të mamas tënde? Julinda Kodra. Ajo punonte për një zonjë shumë të pasur. Njëherë më mori në punë dhe shtëpia ishte gjigante, me pishinë e gjithçka. Zonja ishte pak e ashpër, por kishte një djalë të vogël. Mendoj se ishte Genti, por atëherë nuk e njihja mirë. Pjesët filluan të bashkoheshin në një mënyrë shqetësuese. Artani kujtoi se Valbona kishte pasur një asistente personale të quajtur Julinda për disa vite gjatë martesës. Një grua e qetë, efikase, që u zhduk pa pritur. Valbona tha se ajo kishte dhënë dorëheqjen për t'u marrë me çështje personale. Era, a ke ndonjë gjë që i përkiste mamas tënde? Ndonjë foto, dokument, diçka? Vajza mendoi për një moment, pastaj syt I shkëlqyen. Kam një foto. Teze tefta ma ka ruajtur. Është e vetmja foto që kam nga mamaja ime. Ajo është me mua dhe me një zonjë që tezja tha se ishte e rëndësishme. A mund të ma tregosh atë foto? Era pohoi me kokë dhe nxori nga xhepi I fustanit një fotografi të vogël dhe të vjetëruar, të mbrojtur nga një plastik. Ja dha Artanit me kujdes, si dikush që dorëzon një thesar. Artani pa foton dhe ndjeu se toka I iku nën këmbë. Aty ishte Julinda, ish asistentja e Valbonës, duke mbajtur një foshnjë në krah. Pranë saj, e buzëqeshur, ishte Valbona. Ish gruaja e tij. Data në anën e pasme të fotos tregonte, korrik 2018. Pikërisht periudha kur Valbona kishte udhëtuar vetëm në rrethinat e Korçës, duke pretenduar se kishte nevojë për pak kohë për veten. Ai ishte shumë I zënë me kompaninë për të vënë në dyshim. Genti sapo kishte mbushur 1 vjeç. A mund ta mbaj këtë foto për disa ditë, Era? Të premtoj se do ta kthej. Duhet të hetoj disa gjëra. Vajza u duk nguruese, por në fund pranoi. Do ta zbulosh të vërtetën për Gentin? Do ta gjesh? Do të bëj gjithçka që kam në dorë, premtoi Artani, dhe ishte një premtim që vinte nga thellësia e shpirtit. Ai shënoi adresën ku Era po jetonte përkohësisht dhe premtoi të kthehej së shpejti. U nda me vajzën me një përqafim që zgjati më shumë se sa kishte ndërmend, sikur duke përqafuar atë fëmijë mund të afrohej disi me djalin e zhdukur. Në rrugën e kthimit për në shtëpi, Artani I telefonoi Besnik Gashit, një hetues privat diskret që kishte punuar për të në raste të tjera. Lan një takim për atë pasdite.
Vila e Artanit në Lundër dukej edhe më e zbrazët se zakonisht kur ai arriti. Çdo dhomë i bënte jehon kujtimeve të Gentit. Dhoma e djalit mbetej e paprekur, saktësisht siç ishte ditën e zhdukjes. Lodra të shpërndara, libra me përralla mbi krevat, vizatime të ngjitura në mur, ai u ngjit në zyrë dhe filloi të remonte në përdosjet e vjetra për Valbonën. Gruaja e tij ishte transferuar në Durrës menjëherë pas ndarjes, duke marrë me vete vetëm disa rroba dhe duke lënë pas gjithçka që i lidhte. Ajo ishte martuar përsëri me Ilir Dervishin, një biznesmen i sektorit të pasurive të paluajtshme me lidhje politike të dyshimta. Artanit nuk i kishte pëlqyer kur ai burr, por në atë kohë ishte më i shqetësuar për të mbajtur Gentin me vete. Kujdestaria e përbashkët kishte qenë një fushë betejë gjyqësore. Valbona donte ta merrte djalin në Durrës, Artani këmbëngulte ta mbante në Tiranë. Në fund, arritën në një marrëveshje, Genti do të qëndronte me të atin gjatë javës dhe do të kalonte fundjavat alternative me të ëmën. Por Valbona rrallëherë respektonte marrëveshjen, gjithmonë duke pretenduar angazhime profesionale ose udhëtime me burrin e ri. Artani kujtoi se si Genti zakonisht kthehej nga këto vizita të rrallat e ëma. Më i qetë, më i menduar. Njëherë, djali e pyeti nëse ishte e mundur të kishte një familje që askush nuk e dinte se ekzistonte. Artani mendoi se ishte thjesht imagjinat fëmijërore, bisedë fëmije që shihte shumë filma vizatimor. Tani, ajo pyetje fitonte një peshë të frikshme. Kur besniku arriti, ishte tashmë mesdita. Hetuesi ishte një burr rreth të 50-tave, i dobët, me sy që dukeshin se shinin përtej të dukshmes. Ai dhe Artani kishin një marrëdhënie besimi të ndërtuar gjatë viteve të punës së bashku. Besnik, dua që të hetosh gjithçka për një grua të quajtur Julinda Kodra. Ajo ka punuar për gruan time midis 2016 dhe 2018. Gjithashtu dua gjithçka për një vajzë të quajtur Era Kodra, aktualisht nën kujdesin e përkohshëm të një fartefta. Dhe më e rëndësishmja, dua të di gjithçka, absolutisht gjithçka për Ilir Dervishin dhe aktivitetet e tij të biznesit në 5 vitet e fundit. Besniku mbajti shënime të përpikta. Dyshon për ndonjë lidhje me zhdukjen e Gentit? Artani i dha foton hetuesit. Dyshoj për shumë më tepër se kaq. Mendoj se djali im zbuloi një sekret familjar që dikush nuk donte të zbulohej. Dhe mendoj se ky sekret lidhet me një fëmijë që mund të jetë vajza ime. Hetuesi studioi foton me vëmendje. Do të filloj menjëherë. Do të më duhet të aksesoj regjistrat spitalor, certifikatat, historikun financiar. Mund të duhen disa javë. Ke një javë, tha Artani me vendosmëri. Diçka më thot se koha po mbaron. Kur besniku u largua, Artani u kthye në dhomën e Gentit. U ul në dysheme, i mbështetur te krevati dhe përqafoi një arush pelushi që djali e adhuronte. Mbylli syt dhe u përpoq të kujtonte çdo bisedë, çdo detaj të ditëve të fundit para zhdukjes. Genti ishte i emocionuar atë javë. Tha se kishte bërë një shoqe të re në park, një vajzë shumë të mirë që kishte nevojë për ndihmë. Ai gjithmonë kishte qenë një fëmijë empatik, i ndjeshëm ndaj ndjenjave të tjerëve. Tha gjithashtu se kishte zbuluar diçka të rëndësishme për familjen, por që ishte surprizë. Donte të tregonte gjithçka në darkën e së premtes. Por të enjten, gjatë një vizite të paprogramuar, Valbona e mori Gentin për të kaluar ditën me të. Tha se kishte diçka të rëndësishme për të biseduar me djalin. Kur Artani e pyeti, ajo ishte evazive e irrituar. Ishte hera e fundit që ai e pa Gentin. Të premten në mëngjes, Genti nuk ishte në shkollë. Valbona nuk ju përgjigj telefonatave. Edhe Iliri ishte i paarritshëm. Artani lajmëroi policinë, e cila fillimisht e trajtoi rastin si një çështje të pazgjidur të kujdestarisë së përbashkët. Por kur Valbona u shfaq vetëm, e çorientuar, duke thënë se Genti ishte zhdukur gjatë një shëtitjeje në një qendër tregtare në Durrës, gjithçka ndryshoi. Kamerat e sigurisë tregonin Gentin duke hyrë në qendrën tregtare me të ëmën, por nuk kishte imazhe të tij duke dalë. Ishte sikur thjesht të ishte avulluar në ajër. Policia hetoi, kërkoi, mori në pyetje. Asgjë. Asnjë gjurmë, asnjë shpjegim. Valbona u kthye në Durrës pas disa javësh, e shkatëruar sipas saj. Artani nuk foli më kurrë drejt për drejt me të. E gjithë komunikimi filloi të bëhej përmes avokatëve. Ajo dërgonte mesazhe të rastësishme duke pyetur nëse kishte ndonjë të re, por gjithmonë në mënyrë të ftohtë, të largët.
sikur tashmë të kishte hequr dorë nga gjetja e djalit të saj. Tani, duke mbajtur vizatimin që era I kishte dhënë, Artani filloi të vinte në dyshim gjithçka. Po sikur zhdukja e Gentit të mos ishte një aksident, po sikur të ishte e lidhur me sekretin që djali kishte zbuluar, po sikur Valbona të dinte diçka që nuk e kishte zbuluar kurrë. Telefoni ra, duke e nxjerrë nga mendimet. Ishte avokati I tij, Kastriot Leka. Artan sapo mora një njoftim të çuditshëm. Dikush po kërkon akses në regjistrat e lindjes së të gjithë fëmijëve biologjik të lidhur me ish gruan tënde në 10 vitet e fundit. Urdhri vjen nga gjykata e familjes në Durrës. Artani ndjeu një të ftohtë në shpinë. Kush e ka bërë këtë kërkesë? Nuk është e qartë. Kërkesa është nën sekret. Por mendova se duhet ta dije. A ka lidhje kjo me Gentin? Mund të ketë gjithçka lidhje, u përgjigj Artani. Kastriot, dua që të përdorësh të gjitha kontaktet e tua për të zbuluar se kush fshihet pas kësaj kërkese dhe çfarë po kërkojnë. Është urgjente. Pasi mbylli telefonin, Artani u kthye në zyrë dhe hapi një kasafort të fshehur në mur brenda, ishte një kuti me sendet e Gentit që policia ja kishte kthyer pas hetimeve fillestare. Rroba, lodra, një çantë e vogël shpine. Ai kur nuk kishte pasur guxim t'i shikonte të gjitha me kujdes. Tani, në mënyrë metodike, filloi të ekzaminonte çdo sen. Në çantën e shpinës gjeti fletore vizatimi, lapsa me ngjyra, një sanduiç të vjetër tashmë të prishur. Në fund, në një xhep të brendshëm që gati I shpëtoi pa u vënë re, gishtat e tij prekën diçka të fortë. Ishte një tjetër vizatim, I palosur disa herë. Me duar të dridhura, Artani e shpalosi letrën. Ishte një sekuencë vizatimesh, si një histori me kartona fëmijërore. Në kuadratin e parë, një djalë gjente një vajzë duke qarë. Në të dytin, ata luanin së bashku. Në të tretin, djali shihte vajzën me një grua që dukej se e njihte. Në kuadratin e katërt dhe të fundit, djali kishte vizatuar 3 figura të kapura për dore me një zemër të madhe rreth tyre dhe kishte shkruar, familja e re. Artani mbështeti kokën në tavolinë dhe më në fund la lotët të rridhnin. Djali I tij kishte zbuluar se kishte një motër. Ishte përpjekur ta mbronte, ta përfshinte në familje. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, dikush e kishte penguar që kjo e vërtet të dilte në dritë. Atë natë, Artani mori një vendim. Nuk do të priste hetimin zyrtar. Do të shkonte vetë pas të vërtetës. I telefonoi pilotit të avionit të tij privat. Përgatit avionin. Nisemi për në Durrës nesër herët në mëngjes. Para se të flinte, Artani u kthye në kopshtin e kujtimeve. Ishte errësirë, por ai e njihte rrugën. U ul në stol, pa liçenin kur rosat tani flinin dhe bëri një premtim në heshtje. Genti, kudo që të jesh, do ta zbuloj të vërtetën. Do të gjej. Dhe do ta mbroj erën, ashtu siç doje ti nuk do të heq dorë. Kur? Hëna e plot ndriçonte parkun me një dritë argjendi dhe melankolike. Era e ftohtë e natës bënte gjethet e pemëve të kërcenin si hije të shqetësuara. Artani mbylli sytë dhe, për një çast, mund të betoi se dëgjoi të qeshurën e djalit të tij duke I bërë jehon mes pemëve. Ndoshta ishte vetëm era. Ose ndoshta ishte shpresa, ajo forcë kokfort që refuzon të vdes, edhe kur gjithçka duket e humbur. Artani u ngrit, drejtoi shpatullat dhe u kthye te makina me hapa më të sigurt se sa kishte bërë prej muajsh. Kërkimi për të vërtetën sapo kishte filluar. Dhe këtë herë, ai nuk do të ndalej derisa të gjente të gjitha përgjigjet, sado të dhimbshme të ishin ato. Sepse një baba nuk heq dorë kurrë nga djali I tij. Dhe tani, me sa duket, ai kishte jo një, por 2 fëmijë për të mbrojtur. Dritat e qytetit vezullonin në largësi ndërsa Artani kthehej në shtëpi, duke mbajtur me vete jo vetëm kujtimet e së kaluarës, por edhe vendosmërinë e ri për të rirë për të ndërtuar një të ardhme ku të gjitha të vërtetat e fshehura më në fund do të dilnin në dritë. Dhe diku, ai e dinte, Genti po priste. Po priste të gjendej. Po priste që familja e tij, më në fund, të ishte e plotë. Fluturimi për në Durrës zgjati pak më shumë se 1 orë, por për Artanin çdo minutë dukej si një përjetësi. Ai nuk arriti të flinte gjatë natës, duke rishikuar në mendje të gjitha bisedat me Gentin në ditët parashtukjes, duke kërkuar të dhëna që ndoshta I kishte injoruar në atë kohë. Çdo fjalë e të birit tani fitonte një kuptim të ri, një peshë të re. Qyteti bregdetar zgjohej në një diell të fortë.
nga lart durësi me portin e tij të madh dhe bregdetin e gjatë dukej si një gjigant i shtrirë buz Adriatikut. Artanit gjithmonë i ishte dukur durë si një qytet me një energji të veçantë, një përzierje e historisë së lashtë dhe kaosit modern. Por ishte këtu që Valbona kishte zgjedhur të rifillonte jetën e saj. Dhe ndoshta, këtu ishin përgjigjet që ai kërkonte. Një makinë me qira e priste në aeroport. Artani shkoi në hotel, bëri check-in shpejt dhe u drejtua menjëherë në adresën që kishte të Valbonës dhe Ilirit. Një kompleks luksos në Golem, një zonë e njohur e qytetit, me vila të mëdha të mbrojtura nga mure të lartë dhe sisteme sigurie të sofistikuara. Ai parkoi në anën tjetër të rrugës, duke vëzhguar shtëpinë për disa minuta. Ishte një ndërtim modern, i gjithi me xham dhe beton, me kopshte të kuruara në mënyrë të përsosur. Një simbol suksesi dhe luksi. Por Artani e njihte mirë ndryshimin midis të dukurit mirë dhe të qenit mirë. Dhe ajo shtëpi, sado e bukur të ishte, rrezatonte një ftohtësi që i jepte të dridhura. Ira zile së portës. Një zë femëror u përgjigj nga interkomi. Kush është? Artan Basha. Duhet të flas me Valbonën. Pati një heshtje të tensionuar nga ana tjetër. Pastaj zëri u kthye, më i ulët, pothuajse duke pëshpëritur. Ajo nuk dëshiron të flas me ty. Thuaj se është për Gentin. Dhe për Erën. Një tjetër heshtje, kjo më e gjatë. Artani mund të dëgjonte zëra të mbytur që diskutonin nga ana tjetër. Më në fund, porta u hap ngadalë. Një shërbëtore në moshë të mesme e udhëhoqi deri në dhomën e ndenjes. Brendësia e shtëpisë ishte po aq e ftohtë sa jashtë, mobilje tepër moderne, pa personalitet, sikur të kishin dalë direkt nga një revistë dekorimi. Asnjë foto familjare në mure. Asnjë lodër e harruar në një cep. Asnjë shenjë se një fëmijë kishte shkelur aty ndonjëherë. Valbona zbriti shkallët me hapa të matur. Në moshën 38 vjeçare, ajo ende ruante bukurinë që e kishte magjepsur Artanin 2 dekada më parë, por kishte diçka ndryshe. Sytë e saj, dikur të shndritshëm dhe shprehës, tani dukeshin të shuar, sikur të kishin parë gjëra që askush nuk duhet t'i shohë. Ajo vishte rroba të shtrenjta, por ishte më e dobët se sa e mbante mend Artani. Shumë e dobët. Artan. Ajo e tha emrin e tij sikur të shqiptonte një fjalë në gjuhë të huaj. Nuk të prisja këtu. Duhet të flasim, Valbona. Është e rëndësishme. Ajo hezitoi, pastaj bëri një gjest që ai të ulej. Mbeti në këmbë, duke ruajtur distancën. Nëse është për të rifilluar kërkimet për Gentin, tashmë u kam thënë policëve dhe avokatëve se është për Erën. Reagimi i Valbonës ishte i menjëhershëm. Duart e saj filluan të dridheshin. Fytyra, tashmë e zbet, u bë edhe më e bardhë. Ajo u mbështet në shpinën e një koltuku. Si e more vesh? Zëri i saj doli pothuajse i padëgjueshëm. Genti e dinte, apo jo? Artani u ngrit duke ju afruar me kujdes, sikur të kishte të bënte me diçka shumë të brish që ishte gati të thyej. Ai zbuloi se kishte një motër. Një vajzë të quajtur Era që ti e linde dhe e fshehe nga të gjithë. Nga unë. Nga ai. Nga e gjithë bota. Valbona mbylli syt dhe një lot i vetmuar i rëshiti në përfaqe. Ti nuk kupton. Nuk mund ta kuptosh. Atëherë ma shpjego. Më shpjego pse fshehe një vajzë. Më shpjego pse Genti u zhduk menjëherë pasi zbuloi këtë sekret. Unë nuk i bëra asgjë Gentit. Valbona pothuajse bërtiti, zëri i saj u thye. Unë kur nuk do t'i bëja keq djalit tim. E doja atë djalë më shumë se gjithçka. E doje? Artani ndjeu zemrën t'i shtrëngoi nga përdorimi i foljes në të shkuarën. Ke hequr dorë prej ti, Valbona? A di diçka që nuk ma ke treguar? Ajo u la të binte në koltuk, duke mbuluar fytyrën me duar. Shpatullat i dridheshin nga dënese të heshtura. Artani ul përballë saj duke pritur. E dinte se duhej t'i jepte kohë që ajo të përpunonte, të gjente fjalët. Më në fund, Valbona ngriti fytyrën. Syti i kishte të kuq, por kishte një vendosmëri të re aty. Sikur të kishte marrë një vendim që e kishte shtyrë për një kohë të gjatë. Era nuk është vajza jote, filloi ajo, me zë të ngjirur. Unë mbeta shtatzën gjatë martesës son, por me një burr tjetër. Një lidhje që zgjati disa muaj.
Isha e hutuar, e palumtur, ndjeja se jeta po më ikte nga duar. Ti punoje aq shumë, Artan. Ndjesha aq e vetmuar. Artani gëlltiti me vështirësi. I dhimbte ta dëgjonte këtë, por i duhej e vërteta e plodh. Vazhdo. Kur zbulova shtatzënin, u futa në panik. Genti sapo kishte mbushur 1 vjeç. Ti ishe në kulmin e karrierës tënde, duke ndërtuar perandorinë e biznesit. Nëse do të tregoja, do të humbisja gjithçka. Kujdestarinë e Gentit, stabilitetin financiar, reputacionin. Kështu që e fsheha. Vesha rroba të gjera, shpika probleme shëndetësore, shkova në rrethinat e Korçës kur barku filloi të dukej. Dhe Julinda, pyeti Artani. Asistentja jote. A e dinte ajo? Valbona pohoi ngadalë me kokë. Julinda ishte i vetmi person të cilit i besova. Ajo më ndihmoi gjatë shtatzënisë, qëndroi me mua në lindje. Kur era lindi, e paguam Julindën që ta regjistronte si vajzën e saj. I dham një shumë bujare të mjaftueshme që ajo të mund të arriste vajzën Rehat, larg Tiranës, larg teje. Artani ndjeu të përziera. Ti dhe vajzën tënde. Sikur të ishte një objekt që mund t'ia kaloje dikujt tjetër. Nuk kisha zgjidhje, u mbrojt Valbona, por zëri i saj ishte plot faj. Julinda ishte një njeri i mirë. Ajo donte shumë të bëhej nën, por nuk mund të kishte fëmijë. Ishte një marrëveshje që i shërbente të gjithëve. Era do të kishte një familje të dashur, Julinda do të realizonte ëndrrën e saj, dhe unë mund të mbaja jetën time të paprekur. Por nuk funksionoi, apo jo, e shtyu Artani. Julinda u sëmur. Ajo u sëmur shumë dhe përfundoi duke e lënë erën vetëm në boll. Valbona mbuloi gojen me dorë, syt ju mbushën përsëri me lodh. Kur mora vesh se Julinda kishte ndëruar jetë, u përpoqa ta gjeja erën. Por babai i saj biologjik, burri me të cilin Julinda u martua më vonë, e kishte marrë. Kërkova, angazhova njerëz, por ai thjesht u zhduk me vajzën. Vite më vonë, zbulova se ai e kishte braktisur. Dhe ti nuk bëre asgjë, tha Artani, çdo fjalë e ngarkuar me akuzë dhe zhgënjim. Vajza jote e hedhur nga një shtëpi në tjetrën, dhe ti nuk bëre asgjë. Nuk mundesha. Valbona u ngrit vrullshëm. Ti nuk kupton. Nëse do ta pranoja erën publikisht, gjithçka do të dilte në shesh. Lidhja, gënjeshtra, gjithçka. Iliri nuk dinte asgjë. Ai nuk do ta përballonte dot. Dhe Genti. Zot, Genti nuk mund ta dinte. Por ai e zbuloi, tha Artani butësisht. Nuk e di si, por e zbuloi. E njohu erën në park. U bën miq. Dhe kur Genti i bashkoi pjesët, kur kuptoi se ajo vajzë e braktisur ishte motra e tij, ai donte të bënte gjën e duhur. Donte ta sillte në familje. Valbona ul përsëri, dukej sikur kishte humbur të gjitha forcat. Genti gjithmonë ka qenë kaq i pastër, kaq i mirë. Ai kishte një zemër shumë të madhe për këtë botë mizore. Çfarë ndodhi atë ditë, Valbona? Artani u përkul përpara. Ditën që Genti u zhduk. Duhet të më tregosh gjithçka. Çdo detaj. Ajo mori frym thellë disa herë para se të fillonte. Genti më telefonoi të enjten një ditë para zhdukjes. Tha se duhej të fliste urgjentisht me mua për diçka shumë të rëndësishme. Ishte i shqetësuar, i emocionuar. Shkova ta merja në Tiranë, e solla këtu. Gjatë rrugës, ai më tregoi gjithçka. Artani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Çfarë saktësisht tha ai? Se kishte njohur një vajzë në park. Se luanin bashkë çdo ditë. Se ajo i kishte treguar për maman që kishte ikur, për baban që e kishte braktisur. Genti është i zgjuar, Artan. Shumë i zgjuar për një fëmijë 5 vjeçar. Ai bëri pyetje dhe era u përgjigj. Ajo përmendi emrin e Julindës. Përmendi detaje që Genti i njohu sepse kishte dëgjuar bisedat tona në të kaluarën, gjëra që një fëmijë nuk duhet t'i kapte, por që i kishin mbetur në kujtesë. Dhe ai arriti në përfundimin se era ishte motra e tij. Po. Ai ishte aq i lumtur, Artan. Tha se gjithmonë kishte dashur të kishte një vëlla ose motër. Tha se do të më ndihmonte ta sillja erën në familjen tonë, se ti do ta adhuroje, se më në fund do të ishim një familje e plodhë. Ai nuk e kuptonte kompleksitetin e situatës. Për të ishte e thjeshtë, gjeti një motër dhe motrat qëndrojnë bashkë.
Artanit ju desh të luftonte me lotët. Mund ta imagjinonte në mënyrë të përsosur Gentin duke thënë këto gjëra, me atë entuziazëm fëmijëror, atë pastërti zemre. Dhe pastaj? Pastaj unë u futa në panik, pranoi Valbona, zëri i saj u thye. I thash Gentit se ishte i hutuar, se nuk mund të ishte e vërtetë. Por ai këmbënguli. Kishte madje edhe një vizatim që kishte bërë për të dhe atë bashkë. Tha se do t'ju tregonte juve, se ju do ta kuptonin. Se ju do të shkonit ta merrnit erën dhe do ta sillnit në shtëpi. Por ti nuk mund ta lejoje këtë të ndodhte. Nuk ishte vetëm për mua, u mbrojt Valbona dëshpërimisht. Iliri ai nuk do ta kuptonte. Ai ka biznese, Artan. Biznese delikate, të rëndësishme. Ai duhet të ruaj një imazh të përsosur. Një skandal si ky mund të shkatëronte gjithçka. Artani ndiu një zemërim të ftohtë t'i ngjitej në gjoks. Po më thua se imazhi publik dhe bizneset e burrit tënd ishin më të rëndësishme se djali yt? Nuk është kështu. Po përpiqesha t'i mbroja të gjithë. Gentin, erën, veten time. Mendova se nëse do të flisja me Gentin, nëse do t'i shpjegoja me qetësi, ai do të kuptonte se duhej ta mbanim sekret për momentin. Por nuk funksionoi. Valbona tundi kokën, lotët i rridhnin lirshëm tani. Genti u zemërua me mua. Për herë të parë në jetë, djali im u zemërua vërtet me mua. Tha se po tregohesha egoiste, se era ishte vetëm dhe kishte nevojë për një familje. Tha se do t'ju tregonte gjithçka gjithsesi. Artani mbylli syt, duke imagjinuar skenën. Djali i tij i vogël, duke mbrojtur një motër që mezi e njite, duke u përballur me të ëmën në emër të asaj që ishte e drejtë. Çfarë bëre, Valbona? I telefonova Ilirit. Isha e dëshpëruar. Ai tha se do ta zgjidhte. Se do të fliste me Gentin, do t'i shpjegonte gjërat në një mënyrë që një fëmijë mund ta kuptonte. Ai e mori Gentin për një shëtitje në qendrën tregtare, tha se do të bisedonin ndërsa hanin akullore. Dhe pastaj Genti u zhduk. Po. Fjala doli pothuajse si një rënkim. Iliri u kthye vetëm, i zbet, duke thënë se e kishte humbur Gentin nga syt për vetëm një minutë. Se kur pa përsëri, djali nuk ishte më aty. Thirrëm sigurinë menjëherë, kërkuam në të gjithë qendrën tregtare, por ishte sikur thjesht të ishte zhdukur. Artani u ngrit duke pasur nevojë të lëvizte, të përpunonte gjithë këtë. A e beson këtë version të Ilirit? Valbona hezitoi. Ai hezitim tha gjithçka që Artani duhej të dinte. Ti dyshon të burri yt, pohoi Artani, jo si pyetje, por si konstatim. Nuk di çfarë të besoj, përshpëriti Valbona. Iliri ndryshoi pas asaj dite. U bëi largët, nervoz. Filloi të kishte takime sekrete, telefonata që u përgjigjej larg meje. U përpoqa ta pyesja, por ai tha se ishin vetëm çështje pune. Dhe unë isha aq e konsumuar nga faji, aq e dëshpëruar duke kërkuar Gentin, sa nuk munda të këmbëngulja. Ku është Iliri tani? Ka udhëtuar. Tha se kishte punë në Sarandë. Por Artan. Ajo u ngrit dhe i kapi krahun, sytë e saj luteshin. Nëse dyshon tek ai, nëse mendon se ai ka lidhje me zhdukjen e Gentit, duhet të kesh kujdes. Iliri ka lidhje. Njerëz të fuqishëm. Nëse ai zbulon se po heton. Artani e lëshoi krahun butësisht, por me vendosmëri. Nuk kam frikë prej ti, Valbona. Gjithçka që dua është të gjej djalin tim. Djalin ton. Dhe të mbroj erën, ashtu siç donte Genti. Era, Valbona e përsëriti emrin si të ishte një lutje. A është mirë? A është në një vend të sigurt? Po kujdesem për të përkohësisht. Por ajo ka nevojë për një familje të vërtetë. Ajo duhet ta di të vërtetën se kush është. Valbona mbylli syt. Nëse i thua se unë jam nëna e saj biologjike, ajo do të më urrej. E braktisa, Artan. I ktheva shpinën kur ajo kishte më shumë nevojë. Ndoshta, pranoi Artani. Ose ndoshta ajo thjesht duhet të di se nuk është vetëm në botë. Se ka një familje, sado e papërsosur të jetë. Para se të largohej, Artani u kthye nga Valbona. Më duhen regjistrat e kompanisë së Ilirit. Lëvizjet financiare, kontratat, gjithçka. A mund t'i marrësh për mua? Valbona u duk e frikësuar. Ai I mban të gjitha të mbyllura në zyrën e tij.
Është jashtëzakonisht i kujdesshëm me bizneset e tij. Por ti ke akses në shtëpi. Mund të gjesh një mënyrë. Ajo kafshoi buzën, qartësisht e dyzuar. Më në fund, pohoi ngadalë me kokë. Mundem. Por do të duen disa ditë. Ke 48 orë, tha Artani, tashmë duke u drejtuar nga dera. Pas kësaj, do të përdor mjete të tjera për të marrë atë që më duhet. Dhe Valbona? Nëse po fsheh diçka tjetër, nëse ka ndonjë detaj që nuk ma ke treguar, është më mirë të ma thuash tani. Ka një gjë, tha ajo kur ai ishte tashmë me dorën në dorez. Në muajt e fundit para se Genti të zhdukej, Iliri merrte telefonata të çuditshme. Njëherë e dëgjova duke diskutuar me Dik për eliminimin e problemeve dhe mbrojtjen e investimeve. Në atë kohë mendova se ishin vetëm biznese, por tani. Artani ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Mendon se Genti ishte problemi që duhej eliminuar? Nuk dua ta besoj, përshpëriti Valbona. Por ndonjëherë, natën vonë, zgjohem dhe pyes veten. Dhe ky dyshim po më konsumon nga brenda. Artani doli nga shtëpia e Valbonës me më shumë pyetje se sa përgjigje. U kthye në hotel dhe menjëherë i telefonoi besnikut, hetuesit të tij. Dua gjithçka për Ilir Dervishin. Jo vetëm bizneset si përfaqësore. Dua të di me kë punon, për kë punon, cilat janë interesat e tij të vërteta. Dhe dua të di ku ishte saktësisht ditën që Genti u zhduk, minutë pas minute. Kjo do të kërkoj disa burime më pak konvencionale, paralajmëroi besniku. Bëj çfarë të jetë e nevojshme. Parat nuk janë problem. Ndërsa priste që hetuesi të punonte, Artani vendosi të ndiqte një tjetër pistë, motrën e Julindës, nëse ekzistonte. Valbona kishte përmendur se Julinda kishte familje në rrethinat e Korçës. Me disa telefonata dhe përdorimin e burimeve të tij të konsiderueshme, Artani arriti të gjente një grua të quajtur Elena Kodra, motra më e madhe e Julindës, e cila jetonte në një qytet të vogël rreth 200 kilometra nga Tirana. Vendosi se do ta vizitonte sapo të kthehej. Por më parë, kishte diçka që duhej të verifikonte në Durrës. Qendra tregtare ku Genti ishte zhdukur. Qendra tregtare e Durrësit ishte një nga më të mëdhat në qytet, moderne dhe gjithmonë plot njerëz. Artani arriti atje në mesditë dhe shkoi direkt te administrata. Tregoi identitetin e tij dhe shpjegoi se po hetonte zhdukjen e të birit. Menaxheri i sigurisë, një burr i quajtur Kujtim, u tregua i gatshëm. E mbaj mend mirë rastin, zoti Basha. Ishte një situatë shumë e çuditshme. I kemi rishikuar të gjitha kamerat disa herë. Dua t'i shoh regjistrimet përsëri. Të gjitha. Kujtimi e çoi në dhomën e monitorimit. Gjatë 2 orëve të ardhshme, Artani pa vazhdimisht imazhet e asaj dite fatale. Pa Gentin duke hyrë me Ilirin, djalin të kapur për dore me njerkun. Por kishte diçka në mënyrën se si sillej Genti që i tërhoqi vëmendjen. Djali duke i ngurues, duke parë prapa disa herë, sikur kërkonte dik ose donte të ikte. Ata shkuan në zonën e ushqimit. Iliri bleu akullore për të dy. U ulën në një tavolinë. Artani e zmadhoi imazhin sa më shumë që mundi. Mund të shihte Ilirin duke folur, duke bërë gjeste. Genti dukej se po argumentonte, duke tundur kokën në shenjë mohimi. Pastaj ndodhi diçka. Iliri mori një telefonat. U përgjigj dhe shpreha e tij ndryshoi plotësisht. U bë serioz, nervoz. Foli shpejt me Gentin dhe u ngrit, ende në telefon. Genti mbeti vetëm në tavolinë, duke luajtur me akulloren që po shkrinte. Ndal këtu, kërkoi Artani. Mund ta kthesh pak prapa? Kujtimi e ktheu regjistrimin. Artani vëzhgoi me vëmendje. Iliri ishte disa metra larg, me shpinë nga Genti, i përqendruar në telefonat. Dhe pastaj, pothuajse në mënyrë të padukshme, Genti u ngrit nga karrigia dhe filloi të ecte larg. Ai iku me dëshirën e tij, përshpëriti Artani. Nuk u rrëmbye. Ai iku. Kujtimi u duki habitur. Por ku? Ai nuk shfaqet duke dalë nga qendra tregtare në asnjë kamerë. Më trego të gjitha daljet e mundshme nga ajo zonë. Gjatë orës së ardhshme, ata rishikuan sistematikisht të gjitha kamerat pranë zonës së ushqimit. Dhe atëherë Artani e pa, një derë e shënuar, akses i kufizuar, stafi. Genti kishte kaluar nëpër të.
Ku çon kjo derë, pyeti Artani, zemra i rrite me shpejtësi. Në korridoret e shërbimit. Ka disa dalje emergjence që çojnë në parkingun e mallrave. Por zoti Basha, këto dyrë duhet të jenë të mbyllura. Një fëmijë nuk do të mundej. Përveç se nëse dikush i ka lënë hapur qëllimisht, e plotësoi Artani. Dikush që e dinte se Genti do të përpiqej të ikte. Dikush që po e priste. Kujtimi u zbe. Po thoni se ishte një rrëmbim i planifikuar? Po them se djali im u mor nga dikush që ndoshta e njihte. Dikush që e bindi të shkonte me dëshirën e tij. Më duhen regjistrimet e kamerave të parkingut të mallrave në atë orë. Por kur kontrolluan, zbuluan se kamerat e asaj zone specifike ishin në mirëmbajtje atë ditë. Shumë e përshtatshme. Artani doli nga qendra tregtare me sigurinë se zhdukja e Gentit ishte orkestruar me kujdes. Por nga kush? Dhe më e rëndësishmja, ku e kishin çuar djalin e tij? Kur u kthye në hotel, gjeti një mesazh nga Besniku. Zbulova diçka të rëndësishme për Ilir Dervishin. Duhet të flasim personalisht. Do të vi atje nesër herët. Atë natë, Artani mezi arriti të flinte. Qëndroi zgjuar duke parë tavanin, duke menduar për Gentin, për erën, për të gjitha gënjeshtrat që ishin thënë, të gjitha sekretet që ishin ruajtur. Një familje e shkatëruar nga krenaria, frika dhe egoizmi. Por kishte diçka më shumë, ai e dinte. Kishte një pjesë të enigmës që ende mungonte. Dhe kishte ndjesinë shqetësuese se, kur ta gjente atë pjesë, e gjithë e vërteta do të ishte shumë më e errët se sa e imagjinonte. Në 3 të mëngjesit, i ra telefoni. Ishte një numër i panjohur. Alo? Heshtje nga ana tjetër. Por kishte dik aty, ai mund të dëgjonte një frymëmarrje të lehtë. Kush është? Këmbënguli Artani. Një zë fëmije i mbytur, sikur po përshpëriste nga një vend i fshehur. Babi? Bota ndaloi. Artani ndjeu sikur i gjithë ajri i ishte thithur nga mushkëri. Genti? Genti, ti je? Por linja ishte tashmë e heshtur. Telefonata ishte mbyllur. Me duar të dridhura, Artani u përpoq të telefononte përsëri, por numri ishte i çaktivizuar. Ai ra në gjunjë në dyshemen e dhomës së hotelit, telefoni ende i shtrënguar pas veshit, lotët i rridhnin në përfaqe. Djali i tij ishte gjallë. Dhe po përpiqej të kontaktonte. Tani, më shumë se kur, Artani e dinte se nuk mund të hiqte dorë. Genti ishte diku, duke pritur të gjendej. Dhe ai do të lëvizte qiellin dhe tokën, do të përdorte të gjitha burimet në dispozicion, do të thyente të gjitha rregullat nëse ishte e nevojshme, por do ta gjente djalin e tij. Nata e durrësit vazhdonte e heshtur jashtë, por brenda dhomës së hotelit, një baba sapo kishte marrë dhuratën më të madhe që mund të priste, shpresën. Shpresën se nuk ishte tepër vonë. Shpresën se historia ende nuk kishte mbaruar. Shpresën se së shpejti babë e birë do të ribashkoheshin. Agimi e gjeti Artanin ende zgjuar, ulur në koltukun e dhomës së hotelit, telefonin në duar, duke rjetuar atë telefonat misterioze vazhdimisht në mendjen e tij. Zëri ishte i mbytur, i shtrembëruar ndoshta nga lidhja e keqe ose nga diçka e përdorur për ta maskuar, por kishte diçka në atë babi që i bënte jehon në thellësi të shpirtit të një babai. A ishte vërtet Genti? Apo ishte aq i dëshpëruar sa mendja e tij kishte filluar t'i luante rrengje? Në 6 të mëngjesit, i path të priste më, Artani i telefonoi Besnikut. Hetuesi u përgjigj në zilën e dytë, zëri i tij i zgjuar pavarësisht orës. Artan? Sa po doja të telefonoja. Zbulova gjëra për Ilir Dervishin që duhet t'i dish urgjentisht. Mora një telefonat sonte, e ndërpreu Artani. Një fëmijë më quajti babi. Telefonata u ndërpre para se të mund të thoja gjë. Besnik, po sikur të jetë Genti? Pati një pauzë nga ana tjetër. Arrite ta gjurmoje numrin? Ishte i çaktivizuar kur u përpoqa të telefonoja përsëri. Sikur të ishte një telefon me një përdorim. Do të arrit ta gjurmoj origjinën e thirrjes përmes operatorit. Por Artan duhet të përgatitesh për mundësinë që të jetë një kurth. Nëse njerëzit e përfshirë në zhdukjen e Gentit kanë zbuluar se po heton, mund të jenë duke u përpjekur të destabilizojnë. Artani shtrëngoi sytë, duke luftuar me dhimbjen e kokës që filloi të pulsonte. Më trego çfarë zbulove për Ilirin. Është më mirë të flasim personalisht.
Po marr fluturimin e parë për në Durrës. Takohemi në hotelin tënd pas 3 orësh. Ato 3 orë ishin më të gjatat në jetën e Artanit. A I bëri një dush të nxehtë duke u përpjekur të organizonte mendimet, porositi kafe në dhomë, por mezi arriti ta pinte. Mendja e tij ishte një vorbull mundësish, se cila më shqetësuese se tjetra. Kur besniku më në fund arriti, solli me vete një dosje të trashë me dokumente dhe një laptop. Hetuesi dukej se nuk kishte fjetur as ai, mjekra e tij e parruar dhe sytë e lodhur dëshmonin net pune intensive. Ilir Dervishi nuk është ai që duket, filloi besniku pa u zgjatur, duke hapur laptopin. Kompania e tij e investimeve imobiliare është vetëm një fasadë. Ai është I përfshirë në një skem komplekse të pastrimit të parave përmes transaksioneve të rreme imobiliare. Artani nuk u habi. Gjithmonë e kishte ditur se Iliri nuk ishte I besueshëm. Vazhdo. Ai blen prona me vlera të fryra duke përdorur para me origjinë të dyshimt, pastaj I rishit me çmime shumë më të ulta, duke pastruar kapitalin në proces. Por kjo është vetëm sipërfaqja. Paratë që ai po pastron vijnë nga burime shumë problematike. Politikan të korruptuar, biznesmen të përfshirë në mashtrime fiskale, madje edhe disa emra të lidhur me trafikun e influencës në Tiranë. Artani ndjeu stomakun t'i kthehej. Dhe Valbona e di këtë? Me sa duket jo. Të paktën jo në masën e plodh. Por ajo është e përfshirë, edhe pse pa vetë dije. Iliri ka përdorur aksesin që ajo kishte në sistemet e tua të vjetra të biznesit për të lehtësuar disa transaksione. Ajo ende kishte kredencialet nga koha kur ishte e martuar me ty, e mban mend? Nuk u çaktivizuan kur plotësisht. O Zot, Artani kaloi dorën në përflok. Pra ai e përdori. E bëri bashkëpunëtore pa dijenin e saj. Pikërisht. Dhe këtu bëhet interesante, besniku e rrotulloi laptopin për të treguar një sër transaksionesh financiare të theksuara. 2 javë para zhdukjes së Gentit, Iliri mori një transferim të konsiderueshëm nga një llogari offshore. Vlera? 500.000 euro. Pagesë për çfarë? Kjo është pyetja prej 500.000 eurosh. Por ka më shumë. Në të njëjtën ditë që Genti u zhduk, pati një tërheqje parash prej 10.000 eurosh nga llogaria personale e Ilirit. Para në dorë, pa gjurmë. Dhe ka regjistrime të disa telefonatave të tij drejt një numri që e gjurmova deri në një pronë të vogël rurale afër Gramshit, rreth 200 kilometra nga këtu. Zemra e Artanit filloi të rrite më shpejt. Mendon se Genti është atje? Nuk e di. Por mendoj se ja vlen të hetohet. Prona është e regjistruar në emër të një kompanie fantazm, por zbulova se u ble nga Iliri 3 vjet më parë. Është një vend I izoluar, I përsosur për të mbajtur dikë të fshehur. Artani u ngrit, vendosmëria e ri për të rirë I shkëlqente në sy. Atëherë shkojmë atje. Tani. Qetësohu, besniku ngriti dorën. Nuk mund të hyjmë thjesht ashtu. Nëse Genti është vërtet atje dhe nëse ka njerëz që e ruajnë, mund ta vëmë në rrezik. Na duhet një plan. Artani e dinte se hetuesi kishte të drejtë, por çdo fibër e qenies së tij bërtiste të vraponte menjëherë në atë vend. Atëherë më thuaj cili është plani. Para se besniku të mund të përgjigjej, I ra telefoni Artanit. Ishte Valbona. Artan I mora dosjet që kërkove, zëri I saj ishte I tensionuar, nervoz. Iliri doli herët për një takim, por kthehet në mesditë. Duhet të takohemi para kësaj. Ku? Ka një kafene të fshehur te pazari I ri, diskrete. Kafene qendrore. Mund të jem atje pas 20 minutash. Artani dhe besniku arritën në kafene para saj. Ishte një vend I thjeshtë, I frekuentuar nga nëpunës publik dhe student, I përsosur për një takim diskret. Valbona hyri me syze dielli dhe një shall që I mbulonte një pjesë të flokëve, sikur të kishte frikë se do ta njihnin. Ajo ul shpejt, duke nxjerrë një USB nga çanta. Është gjithçka këtu. Kontrata, transaksione, emaile, Artan, nuk e kisha idenë se çfarë po bënte Iliri. Kur pash dosjet, u tmerrova. Besniku mori USB-n dhe e lidhi me laptopin e tij, duke filluar të shfletonte dosjet. Fytyra e tij bëhej gjithnjë më serioze ndërsa lexonte. Valbona, duhet të largohesh nga ajo shtëpi, tha ai pa I hequr syt nga ekrani. Nëse Iliri zbulon se I ke marrë këto, je në rrezik. Nuk mund të largohem thjesht, protestoi ajo.
Ai do të dyshoj. Dhe nëse ai ka lidhje me Gentin, nëse unë iki tani. Ajo ka të drejtë, ndërhyri Artani. Valbona, duhet të sillesh normalisht. Por unë do të siguroj mbrojtje për ty, njerëz diskret që do të mbajnë në nënvëzhgim, do të sigurohen që je e sigur. Ka diçka këtu, ndërpreu Besniku, duke kthyer laptopin. Një email nga Iliri për dikë të identifikuar vetëm si R. Data është 3 ditë para zhdukjes së Gentit. Lexojeni këtë. Emaili ishte i shkurtër, por shqetësues, djali di shumë. Situata duhet të kontrollohet para se të komprometoj gjithçka. Ti e di çfarë të bësh. Më duhet një zgjidhje përfundimtare, por që nuk ngjall dyshime. Valbona mbuloi gojen me duar, sytë i ishin zgurdulluar nga tmerri. Jo. Ai nuk mundej. Genti ishte vetëm një fëmijë. Zgjidhje përfundimtare, Artani përsëriti fjalët duke ndier vrerin t'i ngjitej në fyt. Por Genti nuk u ai është gjallë. E di që është. Ajo telefonat. Përveç se nëse, tha Besniku ngadalë, zgjidhja përfundimtare nuk ishte për ta lënduar Gentin, por për ta fshehur. Për ta mbajtur të izoluar, larg të gjithëve, ku nuk mund të tregonte atë që dinte. Për erën, e plotësoi Artani. Genti dinte për erën. Dinte se ajo ishte motra e tij, dinte se Valbona kishte fshehur një vajzë. Dhe po sikur Iliri të kishte frikë se ky zbulim do të nxirrte në shesh të gjithë operacionin e tij kriminal, që hetimet do të fillonin, që njerëzit do të fillonin të bënin pyetje? Ai do ta bënte Gentin të zhdukej, përshpëriti Valbona, lotët i rridhnin pas syzeve të diellit. Për të mbrojtur bizneset e tij, reputacionin e tij, perandorinë e tij të ndërtuar mbi gënjeshtra dhe krime. O Zot, Artan, çfarë kam bërë? Kam futur një përbindësh në jetët tona. Artani donte ta ngushëllonte, por një pjesë e tij ishte ende e zemëruar. E zemëruar për zgjedhjet që ajo kishte bërë, për sekretet që kishte ruajtur. Duhet të gjejmë se kush është ky R. Është tek ky person që Iliri e ka dërguar Gentin. Tashmë po e gjurmoj, Besniku shtypte shpejt. Emaili u dërgua nga një server i koduar, por çdo server lë gjurmë. Më duhet vetëm kohë. Koha është ajo që nuk kemi, Artani goditi tavolinën me frustrim. Ajo pron afër Gramshit. Shkojmë atje. Tani. Por para se të mund të dilnin nga kafeneja, i ra telefoni Valbonës. Ishte Iliri. Ajo e pa Artanin me panik në sy. Përgjigju, e udhëzoi ai. Sillu normalisht. Me duar të dridhura, Valbona u përgjigj. Përshëndetje, i dashur. Gjithçka në rregull? Zëri i Ilirit nga ana tjetër ishte i tensionuar. Artani mund ta dëgjonte qartë. Ku je? Dola për pazar. Pse? Ktheu në shtëpi. Tani. Duhet të flasim. Gjithçka në rregull? Dukesh nervoz. Vetëm kthehu, Valbona. Është urgjente. Ai e mbylli papritur. Valbona u zbe. Ai e di. Në një farë mënyre e ka zbuluar. Artani mori një vendim të shpejtë. Besnik, çoje Valbonën në një vend të sigurt. Një hotel, përdor një emër të rrem. Unë do të shkoj në shtëpi, do të përballem me Ilirin. Kjo është çmenduri, protestoi Besniku. Nëse ai është i aftë të bëjë të zhduket një fëmijë, nuk e dim se çfarë tjetër është i aftë të bëjë. Pikërisht prandaj duhet të shkoj. Do të përdor të vetmen fuqi që kam, pozitën time, paratë e mia, lidhjet e mia do ta kërcënoj me ekspozim total nëse nuk më thot ku është Genti. Burrat si Iliri kuptojnë vetëm një gjuhë, pasojat. Valbona i kapi krahun Artanit. Ki kujdes. Të lutem. Tashmë e kam humbur Gentin. Nuk mund të humbas edhe ty. Një orë më vonë, Artani ishte përsëri në kompleksin ku jetonin Valbona dhe Iliri. Por këtë herë nuk i ra ziles. Përdori kodin që Valbona i kishte dhënë për të hapur portën e shërbimit. Hyri në heshtje nga dera e pasme. Shtëpia ishte tepër e qetë. Artani eci me kujdes nëpër kuzhinë, nëpër dhomën e ndenjes. Zëra vinin nga zyra në katin e dytë. Ai u ngjit ngadalë, çdo shkallë dukej si një bubullim në veshët e tij nervoz. Dera e zyrës ishte pak e hapur. Artani mund të shihte Ilirin në telefon duke bërë gjeste nervoze.
Nuk më interesojnë vështirësitë, thoshte Iliri ashpër. Situata ka ndryshuar. Babai po heton. E ëma po sillet çuditshëm. Duhet ta përshpejtojmë planin. Po, kjo do të thotë ta lëvizim djalin më herët se sa prisnim. Artani ndjeu gjakun t'i vlonte. Nuk mundi të përmbahej. Hapi derën vrullshëm duke hyrë në zyrë si një stuj. Ku është djali im? Iliri u kthye shpejt, fytyra i u zbe. Ai e lëshoi telefonin, i cili u përplas në dy sheme me një zhurmë. Për një moment, të dy burrat u panë në heshtje. Artan, tha më në fund Iliri, duke u përpjekur të rifitonte qetësinë. Kjo është shkelje prone. Nuk më intereson. E dëgjova bisedën tënde. Ti e di ku është Genti. Më thuaj tani, ose betohem se do të shkatërroj gjithçka që ke ndërtuar. Çdo biznes, çdo llogari bankare, çdo lidhje që ke. Do t'i ekspozoj të gjitha para publikut, policisë, shtypit. Iliri buzëqeshi ftohtë, llogaritës. Ti nuk ke prova për asgjë. Dhe edhe sikur të kishe, mendon se më bëhet vonë për kërcënime boshe? Nuk jam boshe, Artani nxori telefonin nga xhepi. Kam këtu kopje të gjitha emaileve të tua, kontratave mashtruese, regjistrimeve të pastrimit të parave. Me një klik, i dërgoj të gjitha të autoritetet kompetente. Do t'i kalosh 20 vitet e ardhshme në burg. Buzëqeshja e Ilirit u lëkun. Valbona. Ajo kurv më tradhtoi. Mos fol kështu për të, Artani bëri një hap përpara, grushtet e shtrënguara. Ti e përdore, e manipulove, e shndërrove në bashkëpunëtore të krimeve të tua. Dhe më e keqja, ti bëre djalin tim të zhdukej për të mbrojtur sekretet e tua të pista. Genti po bëhej një problem, tha Iliri me një ftohtësi shqetësuese, sikur po diskutonte një biznes të zakonshëm. Ai zbuloi për bastardën, për sekretet e Valbonës. Ishte vetëm çështje kohe derisa të tregonte ty dhe ti të filloje të hetoje. Dhe kur heton një gjë, shfaqen të tjera. Kështu që vendose të heqësh qafe një fëmijë 5 vjeçar? Një djalë të pafajshëm? Nuk e hoqa qafe. Iliri pothuajse bërtiti, duke humbur qetësinë. Unë thjesht e vendosa në një vend të sigurt. Larg komplikimeve. Për të po kujdesen mirë, e ushqejnë, madje edhe e edukojnë. Përfundimisht, kur gjithë kjo të kaloj, kur të mos ketë më rrezik ekspozimi. Ti e i çmendur, e ndërpreu Artani, mezi duke besuar atë që po dëgjonte. Ti ke rrëmbyer djalin tim, po e mban peng diku, dhe mendon se kjo është e pranueshme? Ishte e vetmja zgjidhje, u mbrojt Iliri. Ti nuk e kupton madhësinë e asaj që është në lojë. Nuk janë vetëm para. Janë njerëz të fuqishëm, Artan. Politikan, biznesmen, njerëz që nuk pranojnë dështime. Nëse operacioni im do të dilte në shesh për shkak të një djali llafazan. Ku është ai? Artani shqiptoi çdo fjalë veç mas, zëri i tij i ulët dhe i rrezikshëm. Iliri hezitoi, duke vlerësuar opsionet e tij. Më në fund, dukej se mori një vendim. Edhe sikur të thoja, nuk do të arrije atje në kohë. Sa po të dalësh nga këtu, do të bëj një telefonat. Genti do të zhvendoset në një vend tjetër, këtë herë përfundimisht. Një vend nga ku nuk do ta gjesh kurrë. Artani ndjeu dëshpërimin të kërcënonte ta konsumonte, por e detyroi veten të ruante qetësinë. Kishte mësuar gjatë viteve në biznes se dëshpërimi ishte dobësi. Nuk do ta bësh këtë. Sepse nëse e bën, nuk do të kesh asgjë për të negociuar. Dhe unë të garantoj se, pa diçka për të negociuar, jeta jote mbaron sot. Ti nuk je vrasës, Artan. Nuk ke guxim. Nuk kam nevojë të jem, Artani buzëqeshi pa humor. Por kam miq që janë shumë më të rrezikshëm se sa e imagjinon. Dhe disa prej tyre më kanë borxhe të mëdha. Një fjalë e imja dhe ti thjesht zhdukesh. Bizneset e tua zhduken. E gjithë jeta jote zhduket. Pikërisht siç bëre ti me djalin tim. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, e ngarkuar me tension. Iliri gëlltiti me vështirësi dhe Artani mundi të shite për herë të parë diçka të ngjashme me frikën në sytë e tij. Ka një ferm, lëshoi pe më në fund Iliri. Afër Gramshit. Rreth 3 orë nga këtu. Djali është atje me një grua që po e paguaj për t'u kujdesur për të. Ai beson se është atje përkohësisht, se do të kthehet shpejt në shtëpi.
Adresën. Tani. Iliri e shkroi adresën në një letër me duar të dridhura. Artani e mori dhe u kthye për të dalë, por ndaloi te dera. Ti do të qëndrosh këtu. Nuk do të bësh asnjë telefonat, nuk do të lajmërosh askën. Kam njerëz që po e vëzhgojnë këtë shtëpi. Nëse tenton diçka, provat do të shkojnë menjëherë në polici dhe ti do të shkosh në burg para perëndimit të diellit. E kuptove? Iliri vetëm pohoi me kokë, dukej sikur ishte plakur 10 vjet në 10 minuta. Artani doli me vrap nga shtëpia duke i telefonuar besnikut gjatë rrugës. E mora adresën. Merr Valbonën dhe më tako në rrugë. Po shkojmë të marrim Gentin. Udhëtimi deri në fermën afër Gramshit ishte më i gjati në jetën e Artanit, edhe pse i jepte makinës mbi limitin e shpejtësisë. Besniku e ndiqte me një makinë tjetër me Valbonën. Dielli ishte lart në qiell kur më në fund arritën në pronë. Ishte një vend i izoluar, një shtëpi e thjeshtë e rrethuar nga kullota dhe disa pemë. Dukej tepër paqësore për të qenë skena e kaq shumë vuajtjeve. Artani parkoi dhe doli nga makina, zemra i rrite aq fort sa dukej se do t'i shpërthente. Eci deri te dera kryesore dhe trokiti. Një grua në moshë të mesme hapi, fytyra e saj tregonte habi dhe pastaj frikë. Kush jeni ju? Unë jam Artan Basha. Babai i Gentit. Kam ardhur ta marr. Gruaja u zbe. Unë nuk e di për çfarë po flisni. Mos më gënje, tha Artani me vendosmëri por pa agresivitet. E di që djali im është këtu. E di që po paguesh për ta mbajtur të fshehur. Por kjo mbaron tani. Më lejo të shoh djalin tim. Gruaja pa mbi supe, e pa vendosur. Zoti Ilir tha se askush nuk mundej. Iliri është gati të arrestohet. Dhe nëse ti nuk bashkëpunon, do të shkosh bashkë me të. Por nëse më ndihmon tani, nëse më lejon ta marr djalin tim në shtëpi, unë të garantoj se nuk do të kesh probleme. Ke fjalën time. Lotët filluan t'i rridhnin nëpër fytyrën e gruas. Më duheshin paratë. Familja ime po kalojmë vështirësi. Por ky djalë, ai qanë çdo natë duke thirrur baban e tij. Nuk e duroj dot më ta shoh kështu. Është atje lart, në dhomën e fundit. Artani i ngjiti shkallët 2 nga 2, zemra i ishte ngjitur në fy. Ndaloi para derës së treguar dhe mori frym thellë. Duart i dridheshin kur rrotulloi dorezën. Dhoma ishte e thjeshtë por e pastër. Kishte lodra të shpërndara, libra për fëmijë, një krevat të vogël. Dhe aty, në këmbë pranë dritares, duke parë jashtë me një trishtim që asnjë fëmijë nuk duhet ta njohë, ishte Genti. Djali u kthye kur dëgjoi derën të hapej. Syt i ishin zgurdulluar. Për një moment, asnjëri prej tyre nuk lëvizi, sikur nuk mund të besonin se ishte e vërtetë. Pastaj Genti vrapoi. Vrapoi me gjithë forcën që lejonin këmbët e tij 5 vjeçare, duke bërtitur një fjalë të vetme që përmbante gjithë dashurinë, gjithë dhimbjen, gjithë mallin e botës. Babi. Artani ra në gjunjë duke hapur krahët dhe e kapi djalin e tij, duke e përqafuar aq fort sa kishte frikë se mos e lëndonte, por nuk mund ta lëshonte. Genti qante, Artani qante, dhe në atë moment asgjë tjetër në botë nuk kishte rëndësi. E dija që do të më gjeje, dëneste Genti në gjoksin e të atit. E dija. U përpoqa të telefonoja mbrëm, por teze Helena e mori telefonin para se të mund të flisja më shumë. Gjithçka është në rregull tani, përshpëriste Artani, duke e puthur vazhdimisht në majë të kokës. Gjithçka është në rregull. Je i sigurt? Të gjeta. Babi të gjeti. Valbona u shfaqte dera, duart i mbulonin gojen. Kur Genti e pa, fytyra e tij tregoi konfuzion, lëndim, por edhe shpresë. Mami? Valbona ra në gjunjë gjithashtu, dhe Genti hezitoi vetëm një moment para se të zgjaste një krah edhe për të, duke e përfshirë në përqafim. Të tre qëndruan aty, një familje e thyer duke u përpjekur të ribashkohej, duke qarë lot lehtësimi, gëzimi, dhimbje dhe shpresë. Pas një kohe, Genti u largua pak, duke parë të atin me ata sy të mëdhenj dhe serioz. Babi, po era? Motra ime? E gjete? E di që ajo është motra ime e vërtet? Artani buzëqeshi përmes lotëve. Po, biri im. E di. Dhe po, do të kujdesem edhe për të. Do të jemi një familje, pikërisht siç doje ti.
Buzëqeshja që ndriçoi fytyrën e Gentit ishte gjëja më e bukur që Artani kishte parë ndonjëherë në jetën e tij. Udhëtimi i kthimit për në Tiranë ishte krejtësisht ndryshe nga ai vajtje e dëshpëruar për në Durrës. Avioni privat i Artanit tani mbante jo vetëm një baba të lehtësuar, por një familje në rindërtim. Genti flinte i mbështetur në shpatullën e të atit, i raskapitur emocionalisht pas kaq shumë muajsh ndarjeje. Valbona ishte ulur në anën tjetër të korridorit, sytë e saj nuk largoheshin kurrë nga i biri për më shumë se disa sekonda, sikur të kishte frikë se ai mund të zhdukej përsëri nëse ajo do të puliste sy. Besniku kishte qëndruar në Gramsh për t'u marrë me autoritetet lokale dhe për të siguruar që gruaja që mbajti Gentin, zonja Helena, të trajtohej me butësinë e premtuar. Ajo kishte bashkëpunuar plotësisht, duke ofruar dokumente, regjistrime dhe të gjithë korrespondencën me Ilirin. Faji i saj ishte i dukshëm, por edhe rrethanat e saj të dëshpëruara. Artani e mbajti fjalën, ajo nuk do të ndiqej penalisht, por do të merrte ndihmë për familjen e saj përmes një fondacioni që ai mbante. Gjatë fluturimit, Genti u zgjua disa herë, gjithmonë duke kërkuar të atin me sy, duke pasur nevojë të sigurohej se kjo nuk ishte një ëndër. Në një nga këto momente, ai bëri pyetjen që i kishte rrotulluar në mendje që kur kishte mbërritur në atë fermë. Babi, pse mami e la atë burrin të më merrte? Artani shkëmbeu një vështrim domethënës me Valbonën. Kishin biseduar për këtë ndërsa Genti flinte, se sa nga e vërteta mund dhe duhet të dinte një fëmijë 5 vjeçar. Vendosën se Genti meritonte ndershmëri, por në një mënyrë që ai mund ta përpunonte. Njerkujt, filloi Artani me kujdes, bëri gjëra shumë të gabuara. Ai kishte frikë se njerëzit do t'i zbulonin këto gjëra të këqija. Dhe ai mendoi se nëse ti do të ishe larg për një kohë, do të ishte më e sigurt për të. Por ajo që ai bëri ishte e gabuar. Shumë e gabuar. Dhe ai do të duhet të përgjigjet për këtë. A do të futet në burg, pyeti Genti, dhe nuk kishte ligësi në zërin e tij, vetëm kuriozitet fëmijëror. Me shumë mundësi po. Njerëzit që bëjnë gjëra të këqija duhet të mësojnë se ka pasoja. Po era. Kur do ta shoh motrën time? Valbona, e cila kishte qëndruar në heshtje deri atëherë, më në fund foli. Zëri i saj ishte i mbytur, por i vendosur. Së shpejti, dashuria ime. Baba ju tashmë ka rregulluar gjithçka. Era do të jetoj me ju. Ajo do të jetë pjesë e familjes son, ashtu siç ke dashur gjithmonë. Genti buzëqeshi, atë buzëqeshje të pastër që ndriçon botën e prindërve. E dija që do të kuptoje, babi. Gjithmonë e kam ditur. Kur u ulën në Tiranë, Artani kishte një vendim të vështirë përpara. I telefonoi Kastriotit, avokatit të tij, i cili tashmë po përgatiste të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, jo vetëm për të paditur Ilirin penalisht, por edhe për të filluar procesin e kujdestarisë së erës. Provat që besniku ka mbledhur janë të forta, shpjegoi Kastrioti në telefon. Ilir Dervishi do të përgjigjet për rrëmbim, mbajtje peng, pastrim parash, mashtrim dhe një listë krimesh të tjera. Ai nuk do të mund t'i shpëtoj kësaj. Sa për erën, me qenë se Valbona është nëna biologjike dhe ti je i martuar me të. Nuk jemi më të martuar, e korrigjoi Artani. Po, por ti mund të kërkosh kujdestarin si tutor ligjor, veçanërisht duke marrë parasysh kërkesën e shprehur të Gentit dhe braktisjen që era ka pësuar. Gjykatësi do të shikojë interesin më të mirë të fëmijës. Dhe duke marrë parasysh stabilitetin tënd financiar, reputacionin dhe faktin që ti dhe Genti e doni qartësisht erën në familje, nuk shoh probleme. Por Artani donte të bënte më shumë se sa thjesht të merrte kujdestarin ligjërisht. Donte ta bënte në mënyrën e duhur. Donte që era të zgjidhte. 2 ditë më vonë, me Gentin tashmë të ri përshtatur në rutinën e shtëpisë, Artani shkoi të merrte erën në shtëpinë e teftës, zonjës që kujdesej për të përkohësisht. Vajza ishte në kopshtin e vogël përpara, duke vizatuar me shkumës në tokë. Kur pa Artanin, ajo e lëshoi shkumësin dhe vrapoi drejt tij. U ktheve. The që do të ktheheshe dhe u ktheve. Artani u ul, duke u vendosur në lartësinë e saj. Dhe solla dik që po vdes nga malli për ty. Genti u shfaq nga pas makinës ku ishte fshehur qëllimisht dhe britma e gëzimit të erës i bëri jehon në të gjithë rrugën. Të 2 fëmijët vrapuan drejt njëri tjetrit, duke u përqafuar si miq të vjetër që ishin ndarë për një kohë të gjallë. Dhe në një farë mënyre, ishte pikërisht kështu. Mendova se nuk do të shija më kurrë, tha era, lotët i rridhnin lirshëm. Mendova se kishe ikur për gjithmonë.
Unë kur nuk do të lija, u përgjigj Genti me seriozitetin e dikujt që bën një premtim të shenjtë. Ti je motra ime. Vëllezërit dhe motrat qëndrojnë bashkë. Artani vëzhgoi skenën me zemër të shtrënguar. Ata dy fëmijë, që jeta ishte përpjekur t'i ndante në të gjitha mënyrat e mundshme, kishin gjetur të njëri tjetri diçka që të rriturit përreth e kishin humbur prej kohësh, thjeshtësinë e lidhjes së vërtetë. Më vonë, ulur në sallonin e vilës së Artanit, me Gentin që i tregonte lodrat e tij erës me entuziazëm, Artani bëri bisedën që e dinte se ishte e nevojshme. Era, duhet të tregoj diçka të rëndësishme. A e mban mend maman tënde? Vajza ndaloi së luajturi, fytyra e saj tregonte atë trishtim të dikujt që mban humbje shumë të mëdha për dikë kaq të vogël. Pak. Ajo ishte e bukur. Dhe më donte shumë. Po, të donte. Dhe gjithmonë donte më të mirën për ty, por ka një gjë që ti nuk e di. Gruaja që u kujdes për ty, Julinda, ajo nuk ishte nëna jote e gjakut. Ti u adoptove kur ishe foshnjë. Era e përpunoi këtë për një moment. Por ajo ishte mamaja ime në zemër. Po, dhe gjithmonë do të jetë. Por nëna jote e gjakut, ajo është ende gjallë. Sytë e Erës u zgurdulluan. Është. Artani i bëri një shenjë Valbonës, e cila kishte pritur nervozisht të dera. Ajo hyri ngadalë, duart i dridheshin, sytë plot lodh. Era e pa atë, pastaj Artanin, pastaj Gentin, duke u përpjekur të kuptonte. Ajo është mamaja ime, shpjegoi Genti, duke e kapur Erën për dorë. Dhe është edhe mamaja jote. Ne jemi vëlla e motër të vërtet, Era. Të gjakut. Valbona u ul në gjunjë para Erës, por ruajti distancën, duke mos dashur të detyronte asgjë. E di që nuk më njeh. Dhe e di që kam bërë gabime të tmerrshme. Të dhash të dikush tjetër për t'u kujdesur kur linde sepse kisha frikë dhe isha e hutuar. Por nuk ka kaluar asnjë ditë që të mos kem menduar për ty asnjë ditë. Era e pa Valbonën me ata sy të mëdhenj dhe serioz. Pse nuk erdhe të më merrje? Kur mamaja Julinda iku dhe unë mbeta vetëm? Pyetja e bërë me ndershmërinë brutale të një fëmije, e preu Valbonën si një thikë. Sepse jam një frikacake, u përgjigj ajo, dhe ndershmëria e papërpunuar e përgjigjes së saj habiti edhe Artanin. Kisha frikë se çfarë do të mendonin njerëzit, se çfarë do të ndodhte me jetën time. Vura frikërat e mia para teje. Dhe për këtë, ti humbe një pjesë të fëmijërisë tënde që unë kur nuk do të mund ta kthej. Nuk pres që të më falësh. Por shpresoj një ditë të mund të tregoj se kam ndryshuar. Se dua të jem pjesë e jetës tënde, nëse ti më lejon. Era qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj pa Gentin, i cili i buzëqeshi inkurajues, dhe pastaj Artanin, i cili pohoi me kokë butësisht. Genti tha se ti do të më ndihmoje, i tha më në fund Era Artanin. Ai tha se ti ishe babai më i mirë në botë dhe se do të na bëje të qëndronim bashkë. Ishte e vërtet? Artani ndjeu sytë t'i digjinin. Dua shumë që ti të qëndrosh këtu me ne, Era. Dua që ti dhe Genti të rriteni bashkë, si vëlla e motër, si një familje. Por vetëm nëse ti dëshiron. Zgjedhja është e jotja. A mund të kem dhomën time? Pyetja kaq e thjeshtë, kaq fëmijërore, kaq plot shpresë, i bëri të gjithë të rriturit në dhomë të buzëqeshnin përmes lotëve. Mund të kesh dhomën që dëshiron, premtoi Artani. Mund ta dekorosh si të pëlqej. Mund të kesh të gjitha lodrat që dëshiron. Dhe më e rëndësishmja, do të kesh një vëlla që të do dhe një baba që do të bëj gjithçka për të mbrojtur. Dhe një nën që do të kaloj pjesën tjetër të jetës duke u përpjekur të kompensoj gabimet që ka bërë, shtoi Valbona butësisht. Era pa përsëri Gentin. A mund ta ndajmë dhomën? Nuk dua të rri vetëm. Sigurisht. Genti u hodhi i emocionuar. Do të jemi shokët më të mirë të dhomës në botë. Dhe kështu, me thjeshtësinë me të cilën vetëm fëmijët mund të përqafojnë fillimet e reja, Era bëri zgjedhjen e saj. Zgjodhi familjen. Zgjodhi të qëndronte. Muajt në vijim ishin të përshtatjes, zbulimeve dhe shërimit. Artani angazhoi një psikologe të specializuar në trauma fëmijërore për të punuar si me Gentin ashtu edhe me Erën. Djali kishte momentet e tij të vështira, ankthe kur jetonte ditën kur u mor, por gjithmonë zgjohej i sigurt në shtratin e tij, me të atin pranë, gati për ta ngushëlluar. Era, nga ana tjetër, po lulëzonte.
Për herë të parë në jetë, kishte stabilitet. Kishte një dhomë të sajnë që e dekoroi me re të pikturuara në tavan. Kishte rroba të reja, lodra, por më e rëndësishmja, kishte njerëz që e donin pa kushte. Sa për Valbonën, ajo e vërtetoi premtimin e saj për ndryshim. U divorcua nga Iliri sapo filluan proceset penale kundër tij. U kthye në Tiranë duke marrë me qira një apartament modest pranë shtëpisë së Artanit. Filloi terapin, punoi me veten, me egoizmin e saj, me frikrat e saj. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, filloi të rindërtonte një marrëdhënie me Erën. Në fillim ishin vetëm vizita të mbikëqyrura një herë në javë. Era ishte e kujdesshme, duke testuar kufit, duke parë nëse Valbona do të qëndronte vërtet apo do ta braktiste përsëri. Por Valbona gjithmonë shfaqej. Çdo javë, pa munguar, me durim dhe dashuri. Një ditë, 6 muaj pas ribashkimit, Era e quajti Valbonën mami për herë të parë. Ishte gjatë një shëtitjeje në të njëjtin kopsht të kujtimeve ku gjithçka kishte filluar. Valbona qau aty për aty, duke përqafuar vajzën që e kishte humbur dhe tani e kishte gjetur përsëri. Ilir Dervishi u gjykua dhe u shpall fajtor për të gjitha krimet. Dënimi ishte i rëndë, 15 vjet burg. Pasuritë e tij u konfiskuan për të paguar viktimat e mashtrimeve të tij. Perandoria e tij e gënjeshtrave u shemb plotësisht. Artani mori pjesë në gjyq, por nuk ndjeu kënaqësi në rënien e Ilirit. Vetëm lehtësim që ai kapitull më në fund kishte mbaruar. Jeta familjare gjeti një ritëm të ri. Të dielave, Artani i çonte fëmijët në park. Genti dhe Era vraponin mes pemëve, ushqenin rosat, qeshnin në atë mënyrë të lirë që vetëm fëmijët din ta bëjnë. Ndonjëherë Valbona i shoqëronte duke ruajtur një distancë respektuese, mirënjohëse që mund të ishte pjesë e atyre momenteve. Një vit pas zhdukjes së Gentit, familja u kthye në kopshtin e kujtimeve për një ceremoni private. Ishte ditëlindja e 6 e Erës dhe ajo kishte kërkuar ta festonte atje, në vendin ku gjithçka filloi. Ulur në stolin e preferuar të Gentit, Artani pa 2 fëmijët e tij. Genti po i mësonte Erës si të bënte një kuror me luledele që kishin mbledhur. Djali, tani 6 vjeç, ishte rritur. Ende mbante plagët emocionale të asaj që kishte kaluar, por ishte më i fortë, më elastik. Babi, thiri Genti, duke treguar kurorën e gatshme. Mendon se ka dalë e bukur? Ka dalë e përsosur, bir. Është për ty, Era, Genti i vendosi kurorën në kokë motrës. Sepse sot është dita jote e veçantë. Dhe sepse ti je një princesh. Era qeshi, atë të qeshur kristalore që Artani kishte mësuar ta donte po aq sa atë të birit. Unë nuk jam princesh. Jam një luftëtare. Mund të jesh të dyja, u përgjigj Genti me mençuri. Mami thot se gratë më të forta janë ato që din të jenë delikate dhe luftarake në të njëjtën kohë. Artani pa Valbonën, e cila vëzhgonte skenën pak më larg. Ajo kishte ndryshuar kaq shumë. Pesha e fajit ishte ende aty, ndoshta do të ishte gjithmonë, por ajo kishte mësuar ta mbante, ta përdorte si motivim për të qenë më e mirë, për të bërë më mirë. Eja, e thiri Artani, duke bërë vend në stol. Ti je pjesë e kësaj familjeje gjithashtu. Valbona hezitoi vetëm një moment para se të bashkohej me ta. Genti menjëherë u mbështet tek ajo dhe Era, pas një momenti, bëri të njëjtën gjë nga ana tjetër. Të katërt qëndruan aty në një heshtje të rehatshme, duke vëzhguar liçenin ku rosat rëshisnin me hieshi. E dini, filloi Artani, unë vija këtu kur Genti ishte zhdukur dhe ndihesha plotësisht i humbur. Mendoja se nuk do të buzëqeshja më kur me të vërtetë. Se nuk do të ndjeja më kur shpresë. Por shikoni ku jemi tani. Ne jemi një familje e vërtetë, tha Era thjesht, dhe në ato fjalë ishte e gjithë e vërteta e botës. Po, jemi, pranoi Artani, duke e puthur në majë të kokës. Një familje që ka kaluar në përstuhi, por ka mësuar të kërcej në shi. Babi, kjo as nuk ka kuptim, qeshi Genti. Ka kuptim, e mbrojti Valbona, duke buzëqeshur. Do të thotë se edhe kur gjërat bëhen të vështira, ne gjejmë arsye për të vazhduar. Për të qenë të lumtur. Për të qenë mirënjohës. Atë natë, kur u kthyen në vil, Artani i vuri fëmijët të flinin. Ata këmbëngullën të flinin bashk, siç bënin gjithmonë. Genti i tregonte histori të shpikura Erës dhe ajo shtirej sikur besonte çdo fjalë absurde. Pasi ata fjetën, Artani qëndroi te dera e dhomës duke vëzhguar.
Genti kishte krahun mbrojtës mbi motrën, edhe në gjumë. Era mbante një arush pelushi që Genti ja kishte dhënë, duke i thënë se ishte një arush magjik që largonte të gjitha ankthjet. Kastrioti, avokati, kishte telefonuar më herët me lajmet e fundit. Adoptimi i erës u finalizua. Zyrtarisht, ajo është vajza jote tani. Dhe Artan? Bëm një punë të mirë. Ata fëmijë kanë një të ardhme të ndritur përpara. Një e ardhme. Diçka që ishte dukur kaq e pasigurt vetëm një vit më parë, tani duke i plot mundësi të pafundme. Artani mendoi për gjithçka që kishin kaluar. Dhimbjen e zhdukjes së Gentit. Zbulimin për erën. Sekretet e Valbonës. Tradhtinë e Ilirit. Kërkimin e dëshpëruar. Ribashkimin emocionues. Dhe më në fund, këtë moment paqeje. Jeta i kishte testuar të gjithë në mënyra të paimagjinueshme. I kishte thyer, shtypur, sfiduar gjithçka që besonin se ishte e vërtetë. Por në një farë mënyre, përmes dhimbjes dhe kaosit, kishin gjetur diçka të çmuar, një shans të dytë. Një shans për të qenë një familje e vërtetë. Për të dashur pa rezerva. Për të falur të papërsosurit. Për të ndërtuar diçka të re mbi rënojat e asaj që ishte shkatëruar. Valbona u shfaq pranë tij te dera e dhomës. Ajo vinte për darkë me ta disa herë në javë tani, pjesë e procesit të rindërtimit të besimit. Ata janë kaq të pafajshëm, përshpëriti ajo. Kaq të pastër. Pas gjithçkaje që kanë kaluar, ende arrin të buzëqeshin kështu. Fëmijët kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të shëruar, u përgjigj Artani. Ata na mësojnë shumë për elasticitetin. Artan, Valbona e pa me sy serioz. E di që kur nuk do të mund ta kompensoj plotësisht gjithçka që kam bërë gabim. Por dua të dish se jam mirënjohëse. Mirënjohëse që shpëtove djalin ton. Mirënjohëse që prite erën. Mirënjohëse që më dhe shansin të jem nën përsëri, edhe pse nuk e meritoj. Të gjithë meritojnë një shans të dytë, tha Artani butësisht. Nëse fëmijët mund të falin, kush jemi ne të mbajmë mëri? Muajt u shndërruan në vite. Genti dhe Era u rritën bashk, të pandashëm siç mund të jenë vetëm vëllezërit e motrat e vërteta. Ata ziheshin ndonjëherë si të gjithë fëmijët, por dashuria mes tyre ishte e patundur. Genti u bë mbrojtës i Erës në një mënyrë që shkonte përtej moshës së tij. Në shkollë, gjithmonë e mbronte kur dikush e ngacmonte. Era, nga ana tjetër, e admironte vëllain e madh me adhurim të plotë. Artani e zgjeroi fondacionin e tij për të ndihmuar fëmijët në situata të ngjashme me atë të Erës. Fëmijë të humbur në sistem, të harruar, të braktisur. Ai përdori pasurinë dhe ndikimin e tij për të bërë një ndryshim, për të siguruar që fëmijët e tjerë të kishin shansin që pati Era. Valbona u kthye në punë, por këtë herë me një qëllim tjetër. U bë avokate vullnetare në raste adoptimi, duke ndihmuar nënat e tjera që, si ajo, kishin bërë gabime por donin të bënin paqe me të kaluarën. Në një pasdite vere, 3 vjet pas zhdukjes së Gentit, familja ishte mbledhur në kopshtin e shtëpisë. Artani kishte instaluar një lisharse të madhe sa për të 2 fëmijët. Ata lëkundeshin bashk, duke qeshur, ndërsa dielli fillonte të perëndonte, duke pikturuar qiellin me ngjyrë portokalli dhe rozë. Babi, thiri Genti, a e mban mend kur të thash se kisha një surprizë? Para se të ndodhte gjithçka? Artani e mbajti mend. Kishte qenë në ditët e fundit para zhdukjes. E mbaj mend, po. Surpriza ishte Era. Doja të tregoja se kisha gjetur motrën time. Se do të ishim një familje më e madhe dhe më e lumtur. Zgjati më shumë se sa mendoja, por ja dolëm, apo jo? Artani ndjeu emocionin t'i shtrëngonte fytin. Po, biri im. Ja dolëm. Dhe e di cila është më e mira, vazhdoi Genti, zëri i tij plot kënaqësi fëmijërore. Tani unë kam një motër të vërtetë. Dhe ajo ka një familje të vërtetë. Dhe askush nuk është vetëm. Të gjithë kanë dikë. Era u hodh nga lisharsja dhe vrapoi te Artani, duke e përqafuar me gjithë forcën e 8 viteve të saj. Ti je babai më i mirë në botë. Genti kishte të drejtë. Valbona, e cila po përgatiste limonadë në kuzhinë, vëzhgoi skenën nga dritarja. Kishte lot në sytë e saj, por ishin lot mirënjohjeje. Ajo kishte humbur kaq shumë kohë për shkak të frikërave dhe egoizmit të saj, por tani ishte e vendosur të shijonte çdo moment që i jepej.
Atë natë, pasi fëmijët fjetën, Artani qëndroi në zyrën e tij, duke parë nga dritarja kopshtin e ndriçuar nga hëna. Mendoi për të gjitha zgjedhjet që kishte bërë, të gjitha vendimet e vështira, të gjitha momentet e dëshpërimit. Por mendoi edhe për Gentin që qeshte në lisharse, për erën që vraponte nëpër kopsht, për Valbonën që më në fund gjente paqe, për një familje që ishte thyer por tani ishte, në një mënyrë të mrekullueshme, më e fortë se kurrë. Jeta nuk kishte qenë e butë me ta. I kishte testuar, provuar, pothuajse shkatëruar. Por ata kishin mbijetuar. Më shumë se kaq, kishin lulëzuar. Artani mori një foto të fundit të fëmijëve që ishte në tavolinën e tij. Genti dhe Era, të kapur për dore, duke i buzëqeshur kamerës. Pas tyre, në sfondin e paqartë, mund të shihej kopshti i kujtimeve, vendi ku gjithçka kishte filluar. Dhe Artani kuptoi diçka të thellë në atë moment, ndonjëherë përvojat më të këqija të jetës na çojnë në vendet më të bukura. Ndonjëherë duhet të humbasësh gjithçka për të zbuluar se çfarë ka vërtet rëndësi. Dhe ndonjëherë familjet më të forta janë ato që janë thyer dhe kanë zgjedhur të rindërtohen së bashku. Ai e vendosi foton përsëri në tavolinë dhe eci drejt dhomës së fëmijëve. Qëndroi te dera, siç bënte çdo natë, duke vëzhguar Gentin dhe Erën të flinin. Vëlla e motër. Familje. Dashuri. Natën e mirë, dashuritë e mia, pëshpëriti në dhomën e Erës. Babi është këtu. Gjithmonë do të jetë këtu. Dhe ndërsa qyteti i Tiranës flinte jashtë, brenda asaj shtëpie ishte një familje që kishte mësuar mësimin më të rëndësishëm nga të gjithë, se dashuria e vërtet nuk është e përsosur, por është këmbëngulse. Se nuk ka të bëjë me të mos rënë kurrë, por me të ngriturit gjithmonë. Se nuk ka të bëjë me shmangjen e dhimbjes, por me gjetjen e shërimit së bashku. Genti dhe Era kishin një jetë të gjatë përpara. Do të kishte sfida, sigurisht. Momente të vështira. Por ata do të kishin njëri tjetrin. Do të kishin një familje që luftoi për ta. Do të kishin një baba që lëvizi malet për t'i gjetur. Do të kishin një nën që mësoi, përmes gabimit dhe shpengimit, kuptimin e vërtet të dashurisë amtare. Dhe në fund, kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi. Agimi do të vinte së shpejti, duke sjellë një ditë të re. Dhe me të, mundësi të reja. Aventura të reja. Histori të reja për t'u shkruar. Por për momentin, në atë natë të heshtur dhe paqësore, një familje flinte e sigurt, e plot dhe plot shpresë për të ardhmen që ende do të vinte. Dhe diku, Genti dhe Era ëndërronin. Ëndërronin për parqe dhe lisharse. Për të qeshura dhe për qafime. Për një të ardhme ku ishin bashk, gjithmonë bashk, pikërisht siç duhej të ishte që në fillim. Sepse në fund dashuria gjithmonë gjen një rrugë. Gjithmonë gjen një zgjidhje. Dhe gjithmonë fiton.